por tani në kryeqytet shtëpi do marrësh në mullet. Unë kam një letër që vjen nga Amerika e pabesueshme, por urdhërosht e vërtet. Mirë se vi breni shkruajnë, do t'ja mbajmë vendin e punës në Amerikë në restorant. Do naja qpjata sa qyramime ka korqa. Zamira, të lutem. Një letër nga një qift nga Pirgu, ku Zamira ka qenë dënuar me punë korrektojse punë biografi. I daleqe, i japën përsëri dosjet Zamira. Dhe i thotë të Zamirës, mund të bësh artë të paparë, por mos haro kur bënim plitharë. Kam bërë vërtet. Zamira, kemi dhe një letër tjetër, me zi e kam përkthyer. Hajde pak. Thotë, është për të dy. Ju mi nxënës në klasa e 3-ta në shkolla Sevasti Qiliaqi. Gjiliazi, pra se... E sa gapojmë Zamirin, mazi me ton Arbun, falenderojmë Poli për ato të qishurat, që na i dhanë dhoro për mua e për ai mama. Na falni gabimin se 2 vjet shkolla i telosa në Elada. Të puthi në buzë, unë në ty mama Zamiri. Ararambos i vogël nga Greqia, tha. I falenderojnë të gjitha ta që nga kanë shkruar. Kam edhe unë një letër, e kam timen. Nuk e kam edhe ku ti, po do t'ja u lexoj këtu. I ke ti në Amerikë, por nga kjo ne s'kemi frikë. Dhe mos na mbur shumë, i ke ti, po me ta unë. Unë ty do të ngjas, dhe nga mendja këtë selos. Aktor do bëhem si ty, veç se jo si ty qeros. Besoj se ata tani po bëjnë gati për skeqin. Me qëra fjalla dua të them diçka. Kur Zamira iku në Tiranë, kush e pyeti Benin si e ndjente veten tani. Ai kthehet, më mirë të më kish lënë gruaja. E po tani që Beni do ik në Amerikë, s'besoj që Zamira do thotë të njëjtën gjë për të shoqin. Të dua dhe ti e di mirë. Qaj dhe qesh, o Skënder Beu, o pse të dua kampion. Të dua. E pila është problemi ditës, nuk duhet ta mohojmë. Zotëri më falë, pse keni pirë kaq shumë? Dëgjoj, Zanjush. Njeriu i shkret pi për 2 arsye. O nga qefi, o nga hidhërimi. Këtë radhë kam këtë të dytën. Sa herë që më umbet ky qerrëtar Skënderbe, 3 ditë para ndeshjes, 4 ditë mbas ndeshjes, unë bëm dhogë fare e ul flamurin në gjysmë shtit. O Skënderbeu! Mirë, më falë. O Skënderbeu! Mos u lodh, po tani që është në kategorinë e 2, çfarë pini? Tani megjithëse është rritur çmimi i amolivit, ja kemi vullur popim naftë nga India. Më falë, a mund të bëjmë një intervistë së bashku? Po me gjithëqevi u Zonjush vini goxha simpatike. Po. E bukur simpatike je! Faleminderit. Gjitha ti i ke! Faleminderit. O Skënderbe! Më falë, Xhvëndzë Skënderbeu në jetën tuaj. Dëgjoni Zonjush, pjesën më të ngrohtë të Kardaçkës mu. Jo, ma. Më falë, po gruaja ku ndodhet atëherë? Ta shpjegoj unë. Nuk që është krevati bashkëshortor ky. Po. Ky individi që është të shtrirë këtu vertikalisht, jemi neve. Ky që është të shtrirë këtu me trup më të madh edhe me një undë goxha të madhe, është Skënderbeu. Për krenaren e ka hedhur si do qevi, sa edhe shtipi çlirshëm. Kalin e ka lidhur në kokë e krevatit. Ndërsa gruan e kemi marrë në mes. Po më lakë vetë mua edhe gruan se tëri organin ja kemi kaluar Skënderbeu. Çfarë e karakterizon Skënderbeun? Shpirti vetëmorim i sakrificës. Megjithëse i afruan post edhe ofiqe të larta nga perandoria otomane, ai nuk pranoi i beri naftën sultanit e bravo i qoftë për këtë Skënderbeu. Një minutë jemi në latë, kemi vajtë fushkujnë. Për këtë, unë jam dorën Skënderbeu. Po, faleminderit. Më fali, se Skënderbeu i një që me të një dorën mua.
Nuk e kam fjallën, zotri, për këtë Skënderbe. Unë e kam fjallën për ekipin e futbollit të Korçës Skënderbeu. Të vrano, miti, të vrane, Po ndryshimi midis këtij originalit të Skënderbeut edhe këtij mitit të shky. Ky originali për 25 vjet rresht ndjevi vetë fitore mjarë. Ndërsa ky miti një në 25 vjet i bie të dalë nga kategoria e tretë, nëpërmjet të dytës, të ri gjysmore në të parën, të ri pak në të dytën e të zbres me entuziazëm në të tretë. Po mirë, pse nuk bën përpara ky qerata Skënderbe, ky miti? Po si të bëj përpara moj vajzë ky qerata Skënderbe me këta palo tifozë që ka? Tifozë? Të tifozë dini jova. Tifozë që s'dini t'jini një shishe në fush. Tifozë që s'dini t'godis në një albitra me glusht. Tifozë që s'dini të shani një nga nena. Po jo të... Qini pandalon ata. Të lutem... Qini pandalon. Ja po të them unë, të terë kanë bibilina në vejtë. E po mos e banalizo ka ishtë tani. Tani unë jam tifozë i Skënderbeut, ti e që ndaj. Jo, të lutem, zotri, të lutem. Po pëse tifozë janë këta? Tifozë që nuk prish asnjeri asistentën për të ndjekur skuadrën e zemë. Ndonjëri që ndjek e zde fugoni e tërbuon se shkojnë me fugon këta. Në vend të drejtë për Skënderbeun, thrasin pra të skuadrën tjetër. Po tifozë ka vlora. Ashtu. Ka shkodra. Që të shajnë, po të shajnë me një nivel të lartë emocional. Shika. Deri në brezin e 7 të shajnë ata. Më pa edhe i gjyshin po të gjithë në tje, ta përdurmojnë. Po jo, të lutem. Po mirë, më falë, atëre çfarë duhet bëjmë ne? Pa unë i kam mirë studimeve dhe kam dalë në përfundimin ne me dojë mos duhet të blem tifozë nga jashtë, është e do mos doshme. Unë kam dëgjuar që bota ble lojtarë, po tifozë s'kam dëgjuar. Bota ble lojtarë sepse ka tifozë, po ne që kemi, lendet kemi ne. Po nga ti ble? Unë them që ti blem nga Anglia, se janë tifozë te për të zjarë të anglezën, kam qenë që t'ja venë zjarën stadiumit, mirë po, t'i vjenin edhe dyqanë. Është e pa mundur, zotri, nga Anglia, po që është kjo Angli? Po pse kostojnë shumë? E po si s'kostojnë? Po mirë, atere të blejmë tifozë nga veriu, që të nga mësojnë të thirrën e gjatë të bushqa stadiumit Skënderbeu. Po nga veriu që për shembull. Skënderbeu, more! Për jone, ta t'igjoj dhe kostova jone eroike. Ose të marim tifozë nga jugu që të nga mësojnë të thirrën rënqet se lebetitse të buqasta një përshem. Oske Anderbeu, more, he. Oske Anderbeu, more, he. Më po kurini simpatike, goxha. Faleminderit. Më falë, po ndonjë sponsorizim apo specializim për tifozët tanë keni bërë? Tifozët tanë specializim? Po shkush sponsorizon patit në zinë? Shikoj si janë kocke lëkur të dërmua. Këta vejnë për stadiume dhe thresin. O Skënder! O Kina! O Nira! Beu ju del pas në gjysmore kur kanë vajtur në shtëpi, pa atere kanë baruar çdo gjë. Po forcat e rendit, si paraqiten forcat e rendit? Forcat e rendit, po forcat e rendit, në vend të shikojnë ndeshje na shikojnë ne. Sa fillojmë, ndemi, entuziazmohemi ne, më thotë forterin do të iratu ati të ta qalagu. Po ve mua, po qkjome, me ty o me të qalagu. Po qkjome, jo se po të edhe këta, do të qaj për këshua. Ika unë, ika të jam në stërvitja. Më falë, zotri, po ku stërvitesh? Unë stërvitem në Palat Kulturës. Ua. Se jemi mbledhur një dorë me inteligencë edhe po ndërtojmë hymnin e Skënderbeut. Ua, sa mirë, do kemi hymnin më në fund Skënderbeu. Të gjitha skuadrat kanë vetëm ne kemi. Jemi që ka emrin Skënderbeu, jemi mbledhur të tërë Skënder. Kush? Për shembull, ka ardhur Skënder Rus. Aha, poeti. Është mbledhur Skënder Demolli. Shkrimtari. Po, është mbledhur Skënder Josif Minga. Wow, kompozitor. Është mbledhur Skënder Tedi Papavrami. Violinist. Është mbledhur dhe Skënder Petronini Luarasi. Më falë, po ky ka prekur. E po është i nipi Skënder Luarasi. Doni të tregoj variantin tim, ati që kam quar unë. Të hymnit.